Do të ecim më tej me të tjera zhvillime ku ka shkuar në 13 numri i kopshteve të rikonstruktuara nga Bashkia e Tiranës, të cilat janë gati të mirëpresin fëmijët në sezonin e ri shkollor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka përuruar sot rikonstruksionin e projektit dhe kopshtit Cicerimat në njësinë numër 5. Shkon në 13 numri i kopshteve të rikonstruktuara nga Bashkia e Tiranës, të cilat janë gati të mirëpresin fëmijët në sezonin e ri shkollor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj përuroi sot rikonstruksionin e kopshtit Cicerimat në njësinë numër 5, ku theksoi se muaji shtator do të gjejë qytetin me kopshte të riparuara. Krahas mobilimit të brendshëm, kopshti është pajisur edhe me një kënd lojrash në mënyrë që fëmijët të kenë më shumë mundësi argëtimi. Vjen mirë që ky është kopshti ynë i 13 që rikonstruktohet në Tiranë. Kemi dhe 10 kopshte të tjera, sigurisht që do të kapim shtatorin me kopshte totalisht të rinovuara në qytetin e Tiranës. Të gjitha studimet tregojnë që kur fëmijët rriten mirë deri në moshën 5 vjeç, ne kemi qytetar të mirë deri në 50 vitet e ardhshme. Ndaj dhe kjo është arsyeja pse ne e marrim shumë seriozisht çështjen e kopshteve dhe qerdheve në Tiranë. Kopshti Cicerimat është kopshti i 13 që rikonstruktohet nga Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me donatorët.